Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Apnea e gjumit është një çrregullim potencialisht serioz i gjumit në të cilën frymare ndalon dhe fillon në mënyrë të përsëritur. Apnea obstruktive e gjumit apo e njohur ndryshe si sleep apnea në thelb është mungesa e ajrit gjatë gjumit që prish vetë procesin e pushimit dhe furnizimin e rregullt të trurit me oksigjen. Ajo ndodh tek rreth 25% të meshkujve dhe pothuajse 10% të femrave. Apnea si një gjendje mund të prek njerëzit e gjitha moshave, duke filluar foshnjët dhe fëmijët. Personat mbi 50 vjeç dhe ata që janë mbi peshë janë veçanërisht të rrezikuar për të prekur nga ky çrregullim. Simptomat e apnesë së gjumit gjatë natës janë ndalimi dhe rifillimi i frymarrjes, ndjenja e marrjes së frymës, gërhitja ose mbytja, zgjimi i shpesh nga gjumi, ndërsa gjatë ditës mund të ndjeni shumë të lodhur, të përjetoni shpërqendrim, ndryshime të humorit, dhimbje të kokës e të tjera. Nëse apnea e gjumit nuk trajtohet, ajo mund të çojë në probleme të tjera shëndetësore, duke përfshirë hipertensionin, rritjen e rrezikut për të pasur një goditje në tru, diabeti tipi 2, smundjet e zemrës dhe depresion. Pra apnea e gjumit do të jetë tema e emisionit të sotëm, për çka do të bisedojmë me Dr. Besim Morinën, pulmolog. Dr. Besim Morina, mirë se erdhe në emisionin Stetoskop. Mirë se u gjeta. Pra dëgjuat temën që jemi përcaktuar. Flasim, fjala është për një problem apo çrregullim që është bukur i shpeshtë. Po. Mund të na thuani për fillim se çka është saktësisht apnea e gjumit? Ju përgëzoj spari për zgjedhjen e temës sepse është shumë vështirë të jesh inovator në këto aspekte, të merresh me tema të cilat më herët nuk merren tjerët, duke marrë parasysh edhe rëndësinë e kësaj teme, sepse po flasim për një problem që është aq i shpeshtë dhe aq predominant në popullat, por në të njëjtën kohë është shumë i nënvlerësuar dhe shumë i nëndiagnostikuar, saqë bën shumë të rëndësishme edhe emisionet edhe paraqitjen në media e kështu me radhë. Sa i përket kësaj teme, pra për apnenë e gjumit është një problem që pavarësisht në bazë, domethënë kemi të bëjmë me një pengesë të rrjedhës së ajrit gjatë kohës kur pacienti është në gjumë. Pra, kur pacienti është në gjumë, kemi një bllokim, një ngushtim të rrugëve të frymarrjes, edhe si pasojë këtij ngushtimi apo bllokimi i rrugëve të frymarrjes, nga relaksimi i muskujve që ndodhin, relaksimi i bazës së gjumës, pastaj muskujve të fytit e kështu me radhë. Për shkak të këtij ngushtimi edhe pengesë kësaj kemi pauza deri mbi 10 sekonda të frymarrjes dhe si të tilla këto pauza bëjnë që trupi jonë të mbetet pa oksigjen për një periudhë caktuar. Pastaj si pasojë mungesës së këtij oksigjeni zhvillohen procese të ndryshme. Pra, mund të kemi edhe aktivizim të sistemit simpatetik, që rrajet e zemrës shtohen, pastaj ngarkohet sistemi adrenergjik, njeri nuk pushon plotësisht sepse truri nuk hyn në gjumin e thellë, po kthehet në REM gjumin, që është një gjumë tjetër që nuk pushon njeriu. Pastaj edhe në fat gjatë këto bëjnë që këtu të zhvillohen procese ndryshme patologjike, duke filluar prej probleme në tru, pastaj në probleme në zemër, probleme vaskulare e probleme tjera që metabolike e kështu me radhë. Doktor, ju thatë se kjo ndihet më së shpeshti kur personi bie të flej. Gjatë ditës a ndodhin këto ndërprerje apo jo? Jo, kjo është gjithmonë e lidhur me gjumin. Pra, këto pauza, këto ndërprerje janë gjithmonë të lidhura me gjumin. Dhe zakonisht personi gjatë natës i ka këto pauza dhe në shumicën ndërmuese të raste nuk e di, sepse është i pavetëdijshëm, është në gjumë. Edhe na ndihmon shumë informacioni që e marrim nga partneri i tij, nga familjari i tij që është shef, që gjatë natës, gjatë gjumit, ai përveç ngërhitjes, që mund të jetë një simptom, ka ndërprerje pauza në cilat nuk mund të merr frymë fare. Cilat janë simptomat apo shenjat që tregojnë se një person ka apne të gjumit? Ata një përmendëm ishte ngërhitja, domethënë këta janë persona shumicën e rasteve ngërhasin. Edhe ngërhitja është një prej simptomat që gjithmonë referohen nga familjarët e vet, që thonë që kur flen ky ka shumë ngërhitje. Pastaj përveç ngërhitjes është lodhja gjatë ditës. Ta persona janë
kur shkojnë te mjeku zakonisht shkojnë për lodhja. E kanë një lodhje kronike, përveç lodhjes kanë një përgjumje. Edhe këta gabimisht trajtohen me vitamina, me suplemente, me bëjnë teste pa nevojshme, duke mos ditur shkakun në vërtet. Pra lodhja, përgjumësia, dalin para televizorit për ta parë një emision dhe i merr gjumi, ose hajnë ushqim, hajnë drejk, pastaj posa t'ulen, i merr gjumi. Ka pas raste kur ky përgjumje është çaq e theksuar saqë në momentin kur edhe duke u vozit i ka marrë gjumi, edhe ka dalë nga rruga, ka mësu aksident. Që po ashtu është një prej problemeve për të cilat duhet patjetër diagnostikohet apnea. Përveç lodhjes dhe përgjumjes, pastaj janë ato probleme tjera me mbajtjen e mend. Njerëz shpesh kanë harrojnë, kanë ngarkesë, kur çohen pe gjumit, nuk mund të çohen menjëherë pa ulur në shtrat, me pushu pak. Pastaj janë konfuzion, nuk mund t'i kryejnë punët me rregull, kanë pulsin e lartë, kanë tensionin shpesh të lartë, gjakut, dhe nuk e dim pse vjen ky tension apo pulsi i lartë, e kështu me radhë. Domethënë gjitha këto janë simptoma të cilat mund të vinë si pasojë. Po, doktor, cilat janë disa nga shkaqet që shkaktojnë apnenë e gjumit? Shpesh apnea e gjumit, apnea obstruktive e gjumit nuk dihet pse. Po njerëz caktuar kanë apne të gjumit, por faktorët cilat kontribuojnë apnenë e gjumit duhet t'i përmendim spari obezitetin apo mbipeshën. Njerëz me mbipesh gjithmonë kanë tendencë të kenë apne të gjumit, dhe një prej rekomandimeve kryesore jona është që ta ulin peshën në mënyrë që të zvogëlohet edhe pengesa gjatë gjumit. Pastaj përveç kësaj është edhe konstitucioni trupor. Disa persona kanë konstitucionin tillë ashtu se kanë qafën e shkurt apo kanë nofullin më të shkurt, edhe si pasojë mund të bjen drejt të bllokimi ose kanë gjuhën më të madhe, makroglosia që është një metodë. E gjitha këtu mund të shkaktojnë bllokim të rrugëve frymarrës. Të fëmijët shpesh janë tonsillat e rrituna. Pra bajamet janë të rrituna dhe si mund të çojë edhe apne të gjumit. Pra këtu janë më të shpeshta që mund të shkaktojnë, por shpesh e përmend edhe më herët që ajo mbetet e pa ndonjë shkak. Është shfaqet pa ndonjë nga ato arsye. Doktor, janë disa lloje të apneve. Për dy prej tyre që janë më të theksora, mund të na flisni pak? Atëherë, në klasifikimin ndërkombëtar kemi dy apne kryesore, është apnea obstruktive e gjumit, me atë cilën ne mirëmi më shumti, edhe është më e shpeshta, kjo që përmendëm më herët nga bllokimi i rrugëve frymarrëse që ndodh. Po kemi një lloj tjetër të apnesë, është apnea qendrore, e cila vjen si pasojë e problemeve në tru ose në ku mungon sinjali nga truri, nuk shkon sinjali në rrugë të në mushkëri për me marrë frymë. Edhe këtu sinjali ngadalësohen her pas here dhe ndalet fryma për disa sekunda. Kjo është pak më problematike, shpesh lidhet me probleme kardiake, njerëz që kanë probleme kardiake, ose edhe probleme nervore, iskemike, kështu me radhë. Po është më rrallë se sa kjo obstruktive me cilën ne mirëmi më shumë. Sa i përket gjinive, cila gjini është më atakuar për apnesë së gjumit? Të dy gjinit janë të atakuar, normalisht gjinia mashkullore ka një predominancë pak më të madhe se gjinia femërore, po dy gjinit janë të prekura nga apnea. Ndërsa moshat? Moshat e avancuara normalisht janë më të prekura nga apnea e gjumit, sepse po nuk, siç e përmenda më herët, nuk janë përjashtuar në fëmijët, edhe fëmijët tani sidomos kohëve të fundit që kemi edhe obezitetin të fëmijët, pastaj fëmijët që kanë edhe tonsilla të rrituna apo probleme tjera, mund të kenë edhe sindrom të apnesë obstruktive të gjumit. Kur duhet kërkuar ndihmën e mjekut për kemi të bëjmë me këto probleme apo me këto shenja që ju i përmendët më herët? Normalisht ne bëjmë një vlerësim paraprak. I marrim informatat pej pacientit, domethënë ose pej familjarët e tij, se zakonisht siç e thasha më herët, këta shpesh shkojnë në adresë të gabuar, shkojnë te mjekë tjerë dhe mjekët janë konfuz shpesh, nuk i kanë përvojën e duhur edhe diëninë e duhur të drejtojnë te shkaku kryesor i këtyre problemeve. Sepse problemet nuk janë tipike për një sëmundje. Pra ai gjithmonë ka një çrregullim disponimit, ka një çrregullim mund të jetë nervoz, i lodhun, lodhja, hipertensioni, pulsi, edhe ata shkojnë prej një specialist në specialist tjetër. Shpesh ndodh që shkojnë te neuropsikiatri. Edhe këta persona, domethënë, është me rëndësi pari të drejtohen te
pulmologu. Ne bëjmë një vlerësim bazë simptomeve dhe vendosim dyshimin që kjo mund të jetë apnea e gjumit, sepse shpesh ndodh që familjari na thot unë e kam pa me syt mi që i nalet fryma, ose dikush edhe incizon me telefon, na tregon incizimin, edhe kjo na bën shumë të lehtë pastaj diagnosticimin. Po para se të vendosim diagnozën preventore, bëjmë një vlerësim me aparat. Është një aparaturë cilën e vendosim gjatë natës dhe regjistrojmë sa herë ka pas kësi ndërprerje. Nëse ndërprerjet janë të Sa ndërprerje mund t'i ketë një person që ka apnea e gjumit? Ka raste kur një ndërprerjet janë nga 1 në orë, se zakonisht ndërprerjen e kemi një indeks që me masin faktikisht sa herë ndërprerje gjatë për orë cilat flan. Nëse është një ndërprerje në orë ose 2 ndërprerje në orë, nuk e marrim shumë serioze dhe nuk e trajtojmë fare. Them se është kuadër normales. Po nëse është mbi 5, atëherë jemi të kujdesshëm dhe të bëjmë incizime tjera. Kurse mbi 15, patjetër që duhet mu trajtu me trajtimet që i posedojmë. Po, do flasim për trajtime, po para se të kalojmë te trajtimi, sa është i vështirë bëhet diagnostifikimi i apneas së gjumit? Në fakt për ndryshe prej pikëvështrimeve prej publikut, apnea e gjumit diagnozohet shumë lehtë. Është një metodë jo invazive, pra nuk kemi nevojë as të japim një gjelbër, as të bëjmë ndonjë incizim invaziv që është i vështirë dhe pakëndshëm për personin. E vetmja gjë që duhet të bëjmë është kjo poligrafia e gjumit që ne e bëjmë, edhe të cilën e vendosim një aparaturë të lehtë, shumë lehtë përdorshme në trupin e personit, dhe kjo aparaturë gjatë natës, pastaj personi flan me këtë aparaturë dhe në mëngjes e marrim po të njëjtën dhe vendosim në kompjuter edhe i nxjerrim gjitha dhënat që i ka regjistruar gjatë natës. Dhe kjo aparaturë gjatë natës regjistron pulsin, regjistron nivelin e oksigjenit, saturimin, pastaj regjistron lëvizjet e të krahërorit edhe barkut, regjistron pozitën në cilën ka flajt, domethënë, edhe rrjedhën e ajrit apo kalon ajri nëpër mund ajo. Këto e analizojmë dhe shohim sa ndërprerje ka pas, dhe këto ndërprerje kanë qenë signifikante ajo. Nëse del që ka pas shumë ndërprerje, pastaj diagnostikojmë çfarë shkallë të apneas është, edhe vendosim edhe për në trajtimin e më tutjesh. Dhe kjo ulumtime të gjitha mund të bëhen në klinikën e pulmologjisë në Prishtinë. Po, është metodë lehtë. Ne kemi filluar si vjet, ne kemi filluar që nga janari të bëjmë incizime të tilla, të bëjmë regjistrime të tilla. Normalisht kapacitetet janë shumë të vogla, ne kemi filluar vetëm me një aparat dhe vetëm një njeri mund ta bëjë regjistrimin në natë. Kështu që pasi që aparati është vetëm për një njeri, edhe ne zgjedhëm normalisht personat të cilat dyshojmë se kanë apnea e gjumit, e bëjmë regjistrimin, vinë në mbrëmje, ja vendosim aparatin, pastaj në mëngjes shkojnë në shtëpinë e tyre. A ka kërkesa për ta bërë këtë analizë? Ka shumë kërkesa sepse tashti ka filluar edhe sektori privat ta bëjë një gjë të tillë, po ka një grup i madh i popullatës që nuk kanë kushtet financiare ta bëjnë një gjë të tillë në shtëpitë e tyre, edhe për këtë arsye kemi kërkesa që të njëjtën ta bëjnë këtu në klinikën tonë. Pas një diagnozës dihet se vjet trajtimi. Si bëhet trajtimi personave me apnea e gjumit? Trajtimi konsiston në sparje në masat përgjithshme. Masat përgjithshme janë shumë të rëndësishme të apnea e gjumit, sepse nëse ne nuk e ulim peshën, nëse ne nuk i kemi atë shprehjen higjienën e gjumit, pra duhet të flajmë në vend përshtatshëm, në jastëk të përshtatshëm, në dyshek të përshtatshëm, në kohë të përshtatshme. Pastaj ta zvoglojmë peshën, që është shumë e rëndësishme. Edhe përveç kësaj të mos pim duhan, edhe shumë e rëndësishme të mos pim alkool, sepse alkooli bën relaksimin e impulseve nervore të cilët e mbajnë tonusin e muskullit respirator. Edhe së fundi po ashtu mos marrim qetësues, edhe qetësues që përdoren për me flajt, ata përkeqësojnë apnean e gjumit. Kështu që shpesh gabojnë mjekët të menduar që pe ndreqin e bëjnë më keq. Këtu janë masat e përgjithshme. Nëse me këto masa e rregullojmë, atëherë ne nuk vazhdojmë trajtimet më të shtrejta, më të vështira. Po ashtu harroa të përmend një masë është edhe mosqëndrimi në shpinë, sepse shumica e apneve që shfaqen kur personi flan në shpinë. Edhe këtyre personave i rekomandojmë përdorin disa jastëk shpine, me të cilët kur të flan mos me mujt me qëndru në shpinë, do të thënë me flajnë krah.
Nëse këto nuk funksionojnë, atëherë pastaj kemi edhe masat, domethënë terapeutike tjera, që përbahen janë trajtimi kirurgjik, një nga ato është, pastaj është trajtimi me mjete që vendosen në dhëmb, që normalisht na hyn punë stomatologu, dhe më kryesorja trajtimi me aparat të apnejes. Është një aparat i cili vendoset në rrymë dhe me një gyp të ajrit vendoset me hund edhe nuk e lejon që më mbyll rrugët e frymëmarrjes pa gjatë gjithë natës. Personi flan me atë aparat edhe parandalon mbylljen e. Duhet përdoret gjatë ky aparat apo si që ndodh? Shumica rasteve përdoret shumë gjatë derisa të kemi probleme të tilla. Por nëse vazhdojmë problemin, ne vazhdojmë ta përdorim edhe aparatin. E intervenimi kirurgjik në cilat situata bëhet? Intervenimi kirurgjik më shumë rekomandohet te personat që janë me peshë tult. Do të thotë që është një grup më i vogël për personave të cilat mundin me përfitu prej këtij intervenimi. Është intervenim shumë kompleks, shumë i vështirë, është shumë i shtrejtë, po ashtu edhe rezultatet varen shumë nga eksperienca e kirurgut apo qendrës të cilët bëhet ky intervenim. Sigurisht se neglizhimi i këtyre situatave e bën edhe të vetën. Cilat janë disa nga komplikimet që mund të shkaktoj apnea nëse nuk trajtohet? Është një pyetje shumë e vend, sepse te apnea e gjumit nuk është vetë smundja që shkakton simptome as të mëdha, nuk janë simptomet kryesore të smundjes as të mëdha që bëjnë problemin, saqë bëjnë komplikimet nga smundja. Sepse apnea pa gjatë mund të jep probleme të mëdha në zemër. Zemra është organi që më shumë t'i vuan apneën e gjumit. Me kohë njerëz që kanë apneë të gjumit kanë zhvillu hipertension, kanë zhvillu smundje koronare, edhe kanë zhvillu çrregullime të ritmit. E gjitha këto bëjnë që njëri mundet me vdek më herë se sa është mosha e tij, pikërisht për shkak problemit të apneës gjumit. Përveç zemrës vuan truri. Truri është një prej organeve të cilat vuajnë këtë mungesë të oksigjenit gjatë natës. Edhe kjo ulje e oksigjenit gjatë natës bën që gjatë me kohë, përveç problemeve pa të shkurtë, si humbja e kujtesës ose mbamendjes ose lodhje kështu me radhë, të ketë edhe probleme tjera si demenca e hershme. Pra dim në demencës tashmë u bë problem tek ne. Njerëzit po jetojnë më gjatë, edhe demenca, Alzheimeri, apo si populli si një si skleroza, janë probleme që ne po ballafaqohemi shumë. Një prej shkaktarëve kryesorë të demencës është pikërisht edhe apnea e gjumit. Mos harrojmë edhe sulmin e truqe, po ashtu mund të zhvillohet nga apnea e gjumit. Ndër të tjerash. Doktor, sa është e rëndësishme që të kërkohet ndihmë e mjekut me kohë? A mund të përkeqësohet gjendja nëse kjo neglizhohet deri në pafundësi ose deri në momentin kur është faktikisht është e padurueshme? Është shumë e rëndësishme që njerëz të marrin me kohë edhe të diagnostikohen, po edhe trajtimin e duhur. Këtu normalisht rol ka gazetaria, ka mediat dhe ka informimi i publikut, sepse kanjare kemi këtë hendekun mes mjekësisë dhe popullatës gjerë. Shumica e popullatës nuk e njeh ndonjë mjek specialitet caktuar ose nuk e dëgjon emisionet e një mjekut. Këtu raste, do të thënë, informimi vjen zakonisht për media, të cilat e plasojnë një temë dhe bëjnë atë më të dukshme. Këtu raste, pas informimit, pastaj kemi problemin tjetër që është informimi i mjekëve. Në Kosovë shumica dërmuese e mjekëve nuk e dinë këtë problem fare. Që fjalën për mjek familjarë dhe mjek specialitete të tjera, si pulmolog ka pak në Kosovë. Dhe këta nuk e referojnë pacientin për problemin që cilin e kanë. Nuk dinë të kërkojnë një diagnozë caktuar. Edhe një farforme pacienti edhe pse shkon te mjeku, po për shkak të do shta mos interpretimit mjaftueshëm të simptomat të tij ose mos njohjes mjaftueshme të problemit nga mjeku që e shef atë, mbetet i pa diagnostikuar. Ai e bën vetën pacienti, po për fat të keqen, domethënë, kështu që më rëndësi tek ne është edhe informimi i mjekëve, për çka ne jemi aktivisht jemi duke u munduar të bëjmë një gjë të tillë, domethënë me mendimin edhe mediave, me mendimin e organizimeve shkencore të cilat jemi duke i bërë. Doktora, ka mundësi që të prevenohet paraqitja e apneës? Prevenimi më i mirë është normalisht pesha. Pesha është kryesorja ajo që nuk është vetëm për apneën, është edhe për smundjet e tjera. Po, smundjet e tjera patjetër, po pesha trupore, rritjen trupore, pastaj përdorimi i alkoolit, përdorimi i duhanit, janë edhe përdorimi i qetësuesve janë një nga faktorët kryesorë që mund të shkaktojnë apneën. Sepse edhe
Sfundi e patëm një konferencë pikërisht për apnenë e gjumit, ishte konferenca e parë që kam organizuar për apnenë e gjumit, jo vetëm Kosovë, por në troje shqiptare. Edhe ideja që ishte që ta informonin stafin mjekësor edhe nivelin profesional për këtë problematikë. Një nga studimet që u paraqit aty ishte se vetë trupi i njerit ka ndryshuar me evolucion, edhe po favorizon apnenë e gjumit, kështu që se njerëzve po ju zvoglohet në var forma maksila, nofula, edhe si e tillë, më obstruksioni po bëhet më i shpeshtë, që s'ka ndodhur para 300-400 viteve. E tash domethënë ky është një problem që po shfaqet tash në tutje edhe më shumë se sa duhet. Pra, edhe për këtë arsye parandalimi vetëm është pesha, edhe këto masat që përmenda. Edhe normalisht diagnostikimi hershëm nëse kemi një problem tillë. Doktor, kemi hyrë minutat e fundit e misionit dhe zakonisht në fund kërkojmë këshillën apo mesazhin tuaj për dëgjuesit, qoftë për ata që kanë probleme të kësaj natyre, por edhe për të tjerë. Mesazhi im është që të mos neglizhohen simptomat. Nëse njeni në familjar t'juajën që kanë ose ju vetë keni simptomat e tilla si lodhje të paspjeguar, plagështi e madhe, pastaj çrregullime të mbamendjes, ankth, çrregullime me nervoz, puls të rritur, hipertension të rritur, e gjitha ose njeni dikën nga familjarët e juaj që ka ndërprerje të frymarrjes, ngarhitje dhe ndërprerje të frymarrjes her pas here, të bëjnë një ekzaminim te pulmologu, eventualisht të bëjnë një poligrafi të zbulohet apo të evitohet kjo mundësi. Doktor, nëse nuk e ne gjë për të shtuar, ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit të sot. Kënaqësia ishte ime. Faleminderit shumë. Të nderuar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin e sot. Faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni të qëndroni edhe më tutje në valë të programit tonë.